Zjarri i rënd dje në qafën e Luadhit pranë Orikumit nuk është thjesht një lajm kronike, ai ndodhi në një territor që prej vitesh është në presion të fortë interesash ekonomike, konfliktesh pronësie dhe projektesh të mëdha turistike. Dhe pikërisht për këtë arsye, ky zjarr lexohet ndryshe nga banorët e zonës, si një sinjal alarmi, jo si një rastësi. Flakët u përhapën me shpejtësi, të ndihmuara nga era e fortë duke djegur shkure dhe pemë në një zonë që konsiderohet nga më të lakmuarat për zhvillim. Banorët thonë hapur se bëhet fjalë për një territor ideal për resorte turistike, jo vetëm për pozicionin dhe panoramën, por dhe për burimet ujore që ndodhen nën tokë. Në këtë kontekst, zjarri nuk shihet vetëm si fatkeqësi natyrore, por si pjesë e një historie që është përsëritur edhe më parë në zona të tjera të vendit. Orikumi nuk është një hapësirë e zakonshme. Aty ndërthuren trashëgimia arkeologjike e qytetit antik të Orikut, një lagun me ekuilibër të brisht natyror dhe prania e bazës detare të Pashalimanit. Çdo ndërhyrje në këtë zonë është e ndjeshme dhe kërkon transparencë, studim dhe debat publik. Megjithatë, prej kohësh flitet për projekte të mëdha turistike, përfshirë iniciativa private që parashikojnë ndërtimin e resorteve pranë lagunës dhe bazës ushtarake. Ekspertë të arkeologjisë, mjedisit dhe planifikimit urban kanë ngritur shqetësime serioze. Ata paralajmërojnë se zhvillimi pa kontrolluar mund të dëmtojë peizazhin historik, të shkatërrojë habitatin natyror dhe të kthejë trashëgimin kulturore në një sfond dekorativ për turizëm masiv. Nga ana tjetër, ish ushtarak kanë theksuar rëndësinë strategjike të Pashalimanit dhe rreziqet që sjell çdo ndërhyrje pa kontrolluar pranë një baze detare aktive. Por shqetësimi më i madh është ai i komunitetit lokal. Përvoja e viteve të fundit në shumë zona bregdetare të Shqipërisë ka treguar se zhvillimi turistik shpesh nuk përkthehet në mirëqenie për banorët vendas. Premtimet për vende pune dhe rritje ekonomike mbeten sezonale dhe me paga të ulta, ndërsa fitimet reale përqendrohen në pagduar. Banorët humbasin aksesin në tokat dhe hapësirat që kanë përdorur për dekada, ndërsa ndikimi i tyre në vendimarrje është minimal. Shembujt janë të shumt nga Dërmiu në Ksamil, ku ndërtimet masive ndryshuan përgjithmonë karakterin e zonave, rritën çmimet, kufizuan hapësirat publike dhe lanë komunitetet lokale në periferi të përfitimeve. Në këtë sfond, çdo zjarr në një zonë të lakmuar për zhvillim ngre dyshime të forta dhe ushqen ndjesinë se natyra po trajtohet si pengesë, jo si pasuri. Zjarri i dieshëm në qafën e Luadhit ndodhi në një moment kur Orikumi është tashmë i ndezur nga konfliktet e pronës, projektet e mëdha dhe pasiguria për të ardhmen e territorit. Për banorët ky nuk është vetëm një episod tjetër me flak, por një paralajmërim se çdo metër tokë që digjet mund të hapë rrugë për ndryshime të pakthyeshme. Prandaj lajmi i këtij zjarri nuk ka të bëjë vetëm me atë që u doq dje, ka të bëjë me atë që planifikohet të ndërtohet nesër, dhe mbi të gjitha me pyetjen nëse zhvillimi do të jetë në shërbim të komunitetit dhe interesit publik, apo në kurrizë të natyrës, historisë dhe njerëzve që jetojnë aty.